Të mbërritur në Sloveni mbrëmjen e së dielës për fazën përgatitore themelore të ndeshjeve europiane, kuqe-blut nuk kanë vënuar të nisin turin e ndeshjeve miqësore ku në harkun kohor të qëndrimit 10 ditor do të jenë 5 të tilla. E para zhvilluar pas ditën e së martes, duke patur përballë ekipin e NK Olimpia Ljubljana, i cili edhe ai gjithashtu është i angazhuar në fazën përgatitore. Kuqe-blut, në gjirin e të cilit ishin edhe blerjet e reja, mbyllën pjesën e parë me dizavantazhin 1-0, fal golit të shënuar nga Marin në minutën e 40, i cili pas një gulmimi të slovenëve në krahun e djathtë, topi u kthye në zonë, ku ai shfrytëzoi një moment të mos mbulimit të tij duke goditur saktësisht për në rrjet. 4 minuta nga fillimi i pjesës së dytë, aksioni i nisur nga majta e sulmi sloven, fal edhe një përgjumje të repartit të prapavijes së Vllaznis, i jep mundësi Kukavicës që në një pozicion të dyshim të ofsajtit të shënoi golin e dytë. Vllaznia përpiqet të reagojë duke shfaqur disa herë në zonën slovene, ku në një moment ka shansin e një goditje dënimi ballore rreth 18 metër nga porta kundërshtare, por goditja Markut shkon mbi travers. Nga ana tjetër, skuadra slovene e Ljubljanës, edhe pse është në avantazh të 2 golave, vijon të sulmoj duke gjetur edhe 2 herë të tjera rrjetën e portës së Jukajt, fillimisht me Mohorovic, që shënon në minutën 77, ndërkohë që Shega shënon edhe të katërtin në minutën e 84, duke bërë që gjithë ndeshja të mbyllet me fitoren e thellë të skuadrës slovene me rezultatin 4-0. Në këtë mënyrë Vllaznia nis me humbje turin e ndeshjeve miqësore, ndërkohë që deri në mbyllje të fazës përgatitore slovene do të luajë edhe 4 të tilla, ku e radhës është ajo kundër ekipit të NK Ludesh.